Përshëndetje miq. Po dëgjoj shpesh akuzën se revolucioni i Flamingos që nga një lëvizje kundër investimeve të huaja, kundër zhvillimit, madje edhe kundër kapitalizmit. Madje për të arsye disa miq të mi, të cilët më njohin prej dekadësh si mbrojtës të zellshëm të ekonomisë së tregut, e kanë konsideruar mbështetjen time për të protesta si një lloj tradhtie blasfemie ideologjike. Me pak fjalë më kanë akuzuar se kanë kaluar nga Adam Smithi tek flamingot e kuqëremt. Prandaj dola edhe me kravatën time të Adam Smithit për të thënë që problemi po shtrohet krejt mbrapsht. Revolucioni i flamingove është në fakt një revolucion kundër deformimit të kapitalizmit, kundër armiqve të kapitalizmit. Në Shqipëri duket se është shpikur një përkufizim origjinal, autentik për kapitalizmin. Mjafton të regjistrosh një SHPK dhe je kapitalist. Edhe nëse vjedh, trafikon, shantazhon apo komploton kundër konsumatorëve, je prap kapitalist. Mirë po, në teori dhe në të vërtetë, ekonomia e tregut nuk funksionon kështu. Nuk funksionon përmjet dorës së dukshme apo kudo ndodhur të qeverisë dhe kryeministrit, por përmes asaj që Adam Smith e quante dora e fshet e tregut. Në kapitalizëm, bizneset konkurrojnë me njëra tjetrën, marrin rreziqe, ofrojnë produkte dhe shërbime, dhe më pas është tregu ai që vendos kush ka sukses. Në Shqipëri, tregu është krejt sport tjetër. Arbitri në Shqipëri zbret në fush, vesh fanellën e një skuadre dhe fillon t'i falë asaj penallti pafund. Pra tek ne ekonomia organizohet si një ndeshje futbolli, ku rezultati është i paracaktuar, është shkruar sipër në tabel para vëshëllimit së parë. Dhe gara organizohet kot për formalitet. Me pak fjalë kemi atë që populli e quan sundimin e maliqit dhe jo ligjit. Prandaj, Milton Friedman na paralajmëronte se kërcënimi më i madh për ekonominë e tregut nuk vjen domosdoshmërisht nga socialistë apo kundërshtarët klasik të kapitalizmit. Shpesh vjen nga vetë bizneset që kërkojnë privilegje, mbrojtje, imunitet, monopole dhe favore nga shteti. Prandaj duhet sqaruar se një nga keqkuptimet më të përhapura në Shqipëri është ideja se kapitalizmi fillon dhe mbaron me pronë private. Prona private është një kusht i domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm, sepse fundi prona private ka ekzistuar me mijëra vjet, që në Egjiptin e lash, pranë romake, mesjet, madje edhe shoqëri feudale. Por askush nuk i quante ato ekonomi tipike kapitaliste. Kapitalizmi i vërtet fillon me lirinë ekonomike, konkurrencën hapur, studimin e ligjit, barazi para ligjit. Kërkon zbatimin e kontratës, mbrojtjet e pronës private, mundësi të barabarta për të hyrë në treg, institucione gjithëpërfshirëse që shpërblejnë inovacionin, produktivitetin, meritën, marrjen e rrezikut. Këto elemente mungojnë në Shqipëri, sepse në Shqipëri suksesi varet nga privilegji, nga monopoli, nga lidhjet politike. Prandaj nuk kemi ekonomi tregu në Shqipëri. Madje do të thënë që një ndër arritjet më të mëdha të liberalizmit ishte pikërisht shkatërimi i rendit feudal. Në Evropën feudale, ligji nuk ishte i barabartë për të gjithë. Një sistem vlerash blende për aristokratët, një tjetër për klerin, apo kishën prelatët e fesë, dhe një tjetër për popullin e zakonshëm. Privilegji nuk matej ose nuk fitoi në treg dhe as prej meritës dhe konkurrencës. Privilegji buronte që nga lindja, nga titulli apo nga afërsia me oborin e sundimtarit. Sot tek ne baronët janë zvendësuar nga oligarkët, obori mbretëror është zvendësuar nga obori partijak dhe favoret feudale nga ligjet e posaçme të dedikuara që bëhen. Dhe kjo është arsye kryesore pse debati për Zvërnecin nuk është debat për një investim, por është një debat mbi të gjitha për natyrën e rendit ton politik dhe ekonomik. A jetojmë ne në një republikë qytetarësh të barabartë para ligjit, apo në një sistem të ri feudal ku rregullat ndryshojnë sipas mbiemrit apo afërsisë me pushtetin? Për këtë arsye, unë nuk kam kaluar nga Adam Smithit te flamingot. Përkundrazi, jam me flamingot pikërisht sepse jam ende me Adam Smithin.